Trajko Velanovski, kryetari deri tani i kuvendit të Maqedonisë, duket se injoron urimet nga vendi dhe nga vendet e huaja drejtuar kryetarit të sapo zgjedhur të kuvendit Talat Xhaferi. Në intervistën e mbrëmshme për Sitel, ai përsëriti se Xhaferi nuk është zgjedhur në mënyrë legjitime dhe për këtë shkak ai vetë do të vazhdojë të kryesojë seancën konstituive. Ai shtoi se pasi të rinovohet dëmi në objektin e kuvendit, do të vazhdojnë me pikën e tretë, për të cilën deri tani deputetët e VMRO-DPMN-s replikuan vazhdimisht me veten e tyre. Shërbimet më thanë se 4 ose 5 vendet të cilat shërbejnë për votim të deputetëve janë shkatruar. Mikrofonët duhet të jenë të aktivizuara. Pas aktivizimit të tyre, unë si kryesues i seancës konstituive do të vendos sa do të caktoj vazhdimin e kësaj seance. Opinionet kundërshtuese vijnë nga Shuman. Osman Kadriu, profesori së drejtës kushtetuese, thotë se sipas kushtetutës dhe ligjit të kuvendit, procedura për zgjedhje të kryetarit të ri është përfunduar. Lutëm seancën e radhës mund ta thirr vetëm kryetari posa zgjedhur zoti Talat Xhaferi. Nëse Trajko Velanovski thirr një seancë të tillë, natyrisht në seancë nuk do të marrë pjesë mazhoranca parlamentare. Edhe ish kryetari i gjykatës kushtetuese Branko Naumovski, në një përgjigje me shkrim, thotë se me zgjedhjen e kryetarit të ri të kuvendit, procedura për formimin e kuvendit është futur në rrugë të së drejtës. Qytetarët kishin mundësi të shohin se është bërë ky bypass të cilin e prisnim me votimin e shumicës parlamentare, përfundimisht në një mënyrë legjitime dhe legale dhe në kushte shumë të vështira të krijuara nga ju, nga VMRO-DPMN-ja, qytetarët e panë zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Faktori ndërkombëtar ka legjitimuar pozitën e Xhaferit, ndërsa edhe diplomati amerikan Hoyt Lee për nesër ka paralajmëruar takim me Xhaferin.